Këto perime për shkurtojnë jetën e vërteta e askush e ka të hë. Shumica e njerëzve janë rritur duke dëgjuar një të vërtet të vetme. Perimet janë gjithmonë të shëndetshme, por kjo nuk është plotësisht e vërtet. Në realitet, disa perime, sidomos kur konsumohen shumë shpesh, në mënyrën e gabuar ose pas një moshe të caktuar, mund të bëhen armik të heshtur të shëndetit. Ato nuk vrasin me njëherë, por ju shkurtojnë jetën ngadalë duke dëmtuar zemrën, enët e gjakut, veshkat, stomakun, kyçet dhe sistemin nervor. Ky shkrim nuk ka për qëllim t'ju friksoj, por t'ju hap syt, sepse 99% njerëzve i konsumojnë këto perime pa e ditur rrezikun. Pse perimet mund të jenë të rrezikshme? Problemi nuk është vetë perimja, por mënyra si është rritur, mënyra si është përpunuar, sasia që konsumohet, mosha dhe gjendja shëndetësore e personit. Pas moshës 50-60 vjeç, trupi nuk tret më si më parë, nuk filtron toksinat njësoj, nuk përballon tepricat. Ajo që dikur ishte ushqim i shëndetshëm, sot mund të jetë burim inflamacioni kronik. Perimja një patatet kërë konsumohen shumë. Patatja është një nga perimet më të dashura, por edhe më të keqkuptuara. Çfarë problemi kanë patatet? Indeks glicemik shumë i lartë, rritje e shpejtë e sheqerit në gjak, ngarkesë e madhe për pankreasin, shtimi i inflamacionit në trup. Për të moshuarit, patatet e shpeshta rrisin rrezikun e diabetit, trashin gjakun, dëmtojnë qarkullimin. Rreziku i fshehur, patatet e skuqura. Kur patatet skuqen, formohet akrilamid, një substancë e lidhur me kancerin. Yndyra e djegur dëmton arteriet. Patatet e skuqura janë një nga ushqimet që shkurtojnë jetën më shpejt, sidomos pas moshës 60 vjeç. Perimja 2 domatet kërë janë të tepërta së industriale. Domatet natyrale janë të mira, por shumica sot janë të rritura me kimikate. Shpesh konsumohen në sasi të tepruar. Çfarë problemi sjellin? Aciditet i lartë dëmton stomakun, përkeqëson refluksin, irriton zorët, tek të moshuarit, shkakton fryrje, djegje stomaku, dhimbje barku kronike. Sidomos domatet e papjekura mirë përmbajnë solanin, e cila dëmton sistemin nervor, shkakton lodhje dhe marramendje. Perimja 3 specat, sidomos të djegës. Specat e kuq dhe djegës janë shumë të përdorur, por nuk janë të përshtatshëm për të gjithë. Çfarë ndodh kur konsumohen shpesh? Irritimi i stomakut, inflamacioni i zorëve, rritje e presionit të gjakut. Tek personat mbi 55 vjeç, përkeqësojnë gastritin, rrisin rrezikun e ulcerës. Specat djegës nuk forcojnë stomakun, siç besohet, përkundrazi e lodhin atë. Një gabim hë e bëjnë shumë të moshuar. Shumë njerëz mendojnë, sa më shumë perime, aq më shëndetshëm. Por trupi i moshuar ka nevojë për ekuilibër, jo teprime. Teprimi me disa perime ul përthithjen e mineraleve, dëmton florën e zorëve, rrit inflamacionin e fshehtë. Ky inflamacion është shkaku kryesor i plakjes së shpejtë. Tani do të hymë në një territor edhe më të rrezikshëm, sidomos për personat mbi 55-60 vjeç. Veshkat, gjaku dhe kyçet. Shumë njerëz vuajnë nga dhimbje gjunjësh, ënjtje këmbësh, gur në veshka, tension i lartë, pa e ditur se shkaku është në pjatë çdo ditë. Perimja 4 spinaçi kërë konsumohet shumë. Spinaçi është i pasur me hekur, por ka një problem të madh. I pasur me oksalate. Oksalatet lidhen me kalciumin, formojnë gur në veshka, përkeqësojnë dhimbjet e kyçeve, tek të moshuarit, rëndojnë veshkat, shkaktojnë urinim të dhimbshëm, rrisin inflamacionin e artikulacioneve. Gabimi më i madh, spinaçi i papërpunuar ose i zier pak, mban oksalatet aktive. Zgjidhja, zierje e plot, hedhja e ujit të parë. Perimja 5 panxari i kë. Panxari shihet si superushqim, por rrit viskozitetin e gjakut. Përmban shumë sheqer natyral. Çfarë problemi sjell? Trash gjakun, rrit presionin, rëndon zemrën. Për personat me tension të lartë, diabet, probleme me qarkullimin, panxari i shpesht është i rrezikshëm. Perimja 6 lakra e bardhë dhe hërekuqe. Lakra është e dobishme në sasi të vogla, por
Kur konsumohet shpesh, shkakton fryrje të fortë, dëmton tiroiden, rëndon tretjen. Tek të moshuarit, ul përthithjen e jodit, rrit lodhjen kronike, ngadalson metabolizmin. Lakra e papërpunuar është veçanërisht problematike. Perimja 7. Patëllxhani. Patëllxhani përmban solanin, një toksinë natyrale. Çfarë ndodh me solaninën? Irriton sistemin nervor, shkakton dhimbje kyçesh, rrit inflamacionin. Tek personat me artrit, përkeqëson dhimbjet, rrit ngurtësinë në mëngjes. Perimja 8. Qepët e tepër. Qepët janë të shëndetshme, por hollojnë gjakun shumë. Rreziku për të moshuarit. Marramendje, rënje tensioni, dobësi, sidomos për ata që marrin aspirin, ilaçe për zemrën. Shenjat e EP dëmtojnë këto perime. Nëse keni dhimbje kyçesh pa arsye, fryrje të vazhdueshme, lodhje pas ngrënjes, urinim të shpesht ose të dhimbshëm, është koha të rishikoni çfarë perimesh konsumoni çdo ditë. Perimet të rrisin rrezikun e kancerit kërë konsumohen gabim. Kur flitet për kancerin, shumica e njerëzve mendojnë për mishin e përpunuar. Por pak kush e di se edhe disa perime në kushte të caktuara mund të kthehen në burim rreziku serioz, sidomos pas moshës 55-60 vjeç. Problemi nuk është perimja vet, por mënyra e gatimit, ruajtja, kombinimi me ushqime të tjera, konsumimi i përditshëm pa pushim. Perimja 9. Patatet të djegura, të skuqura, të pjekura shumë. Në pjesën një folëm për patatet, por tani duhet theksuar rreziku më i madh. Akrilamidi, armë fshehtë. Kur patatet skuqen fort, piqen derisa nxihen, digjen, formohet akrilamid, një substancë që dëmton rrit rrezikun e kancerit, përshpejton plakjen qelizore. Tek të moshuarit, trupi nuk e neutralizon dot. Grumbullohet me vite. Perimja 10. Kërpudhat të pasgjedhura mirë. Kërpudhat janë ndër ushqimet më të rrezikshme nëse konsumohen gabim. Problemet kryesore: thithi metale të rënda nga toka, mbajnë toksina edhe pas gatimit, rëndojnë mëlçin. Kërpudhat e tregjeve të pasigurta, zonave pranë rrugëve, zonave industriale, janë një rrezik i heshtur afatgjat. Perimja 11. Misri, sidomos i ruajtur gabim. Misri duket i pafajshëm, por rreziku, aflatoksinat. Nëse misri ruhet në lagështi, myket, nxehet dhe ftohet shpesh, mund të zhvillojë aflatoksina, substanca shumë kancerogjene, që dëmtojnë mëlçin. Tek të moshuarit, mëlçia nuk arrin t'i filtrojë, rritet rreziku i tumoreve hepatike. Perimja 12. Perimet e konservuara. Edhe pse praktike, ato janë problem serioz. Çfarë përmbajnë? Nitrate dhe nitrite. Konservant artificial. Krip të tepërt. Kur konsumohen shpesh, dëmtojnë stomakun, rrisin inflamacionin, lidhen me kancerin e zorrës. Perimja 13. Perimet e djegura e zgar. Kungull, patëllxhan, speca, domate në zgar. Çfarë ndodh kur digjen? Formohen hidrokarbure kancerogjene. Yndyrat e djegura bëhen toksike. Shumë njerëz mendojnë se zgara është më e shëndetshme, por kur perimet digjen, përfitimi zhduket. Gabimi e rëbjë shumica e të moshuarve. Të hash, të njëjtat perime, çdo ditë, në të njëjtën mënyrë, krijon akumulim toksinash, stres për mëlçin, dobësim të sistemit imunitar. Trupi ka nevojë për rotacion, jo monotoni. Shenja e duhet ju alarmojnë. Nëse ndjeni lodhje pa arsye, humbje oreksi, fryrje kronike, rënje peshe, mos i injoroni. Ushqimi është shpesh shkaku. Pas 3 pjesëve të para, një gjë është e qartë. Perimet nuk janë problem, mënyra si konsumojmë është problemi. Shumë të moshuar hanë shëndetshëm, por ndihen të lodhur, kanë dhimbje dhe sëmuren më shpesh. Arsyeja: gatimi i gabuar, kombinimi i gabuar dhe monotonia ushqimore. Gabimi 1 të hani perime të papërpunuara pas moshës 60. Trupi pas moshës 60 prodhon më pak enzima, tret më ngadalë, reagon më fort ndaj fibrave të forta.
Çfarë ndodh me perimet e gjalla? Fryrje, gazra, dhimbje stomaku, lodhje pas ushqimit, zgjidhja. Perimet të ziera lehtë, në avull ose të gatuara ngadalë janë shumë më të sigurta. Gabimi 2. Skuqja dëhërdjegja. Ky është gabimi më vdekjeprurës në heshtje. Kur perimet skuqen në vaj të nxehtë, digjen në zgar, nxihen në furrë, ato humbin vitaminat, krijojnë toksina, rrisin inflamacionin. Perimet e djegura nuk janë ushqim, janë stres për trupin. Mënyrat e të sigurta të gatimit: 1. Zjerja nga ul toksinat, zbut fibrat, mbron stomakun. Për spinaqin, lakrën, panxarin, hidhni ujin e parë. 2. Ëlli ruan mineralet, nuk krijon substanca të dëmshme. Ideal për të moshuarit. 3. Gatimi e vej ulliri pas së gatimit. Mos e digjni vajin, shtojeni në fund kur perimet janë gati. Gabimi 3. Të hani të njëjtat perime edhe ditë. Ky është një nga shkaqet kryesore të inflamacionit kronik, lodhjes, dobësimit imunitar. Çfarë ndodh? Grumbullohen oksalate, rëndohet mëlçia, trupi humbet ekuilibrin. Rregulli i artë. Asnjë perime më shumë se 3 herë në javë. Gabimi 4. Sasia e madhe. Shumë të moshuar mbushin pjatën vetëm me perime. Kjo shkakton mungesë proteinash, dobësi muskulore, rënje energjie. Kombinimi i duhur: perime, proteina, vezë, peshk, kos, mish i lehtë, pak yndyrë e mirë. Gabimi 5. Perimet e konservuara dëhër industriale. Perimet në kanaçe duken të shëndetshme, por janë të varfra ushqyeshëm, plot krip dhe kimikate, për përdorim të rrallë, jo të përditshëm. Së t'i ktheni perimet e alea të jetë gjatësisë. Zgjidhni perime sezonale. Gatuajini butë. Ndërroni llojet çdo javë. Mos i digjni, mos i teproni. Perimet e gatuara drejt ulin inflamacion, mbrojnë zemrën, lehtësojnë tretjen, zgjasin jetën. Pas gjithë paralajmërimeve të pjesëve të mëparshme, është shumë e rëndësishme të kuptohet një gjë thelbësore. Jo të gjitha perimet ju shkurtojnë jetën. Disa prej tyre, kur konsumohen drejt, e zgjasin jetën dhe përmirësojnë cilësinë e saj. Këtu do të gjeni perimet më të sigurta për të moshuarit. Sa shpesh ti konsumoni, si ti gatuani, dhe një model të thjeshtë javor. Perimet e ërtër sigurta dëhë e ërtër shëndetshme pas moshës 60. 1. Karrota e zier lehtë. E lehtë për stomakun. Përmirëson shikimin. Forcon imunitetin. Si ta konsumoni? E zier ose në supë 3-4 herë në javë. 2. Një nga perimet më të buta për trupin e moshuar. Ulifangë. Ndihmon tretjen. Nuk rëndon veshkat. Ideal për supa, zierje, pure. 3. Qepa e zier, ërmas. Kur zihet, humbet agresivitetin. Ruan përfitimet. Pastron enët e gjakut. Mbështet zemrën. Jo çdo ditë, sidomos nëse merrni ilaçe për gjakun. 4. Brokoli i zier mirë. Ndihmon në mbrojtjen qelizore. I pasur me antioksidant. Ul rrezikun e sëmundjeve kronike. Gjithmonë i zier ose në avull, jo i gjallë. 5. Patatja e zier e skuqur. Jep energji. Nuk krijon toksina kur zihet. E sigurt në sasi të vogla. 1-2 herë në javë është e mjaftueshme. 6. Patëllxhani i zier se fur lehtë. Pa djegje, pa skuqje. Ndihmon kolesterolin. Më pak inflamacion. Perime e mund të konsumohen gati edhe ditë e mas. Kungull, karrota, presh i zier, kungull e shka, qepe gatuar. Këto janë të buta për stomakun dhe sistemin nervor. Modeli thjesht javor, shembull, e hën, supë me karrota, kungull. E martë, brokoli në avull, peshk. E mërkur, patate e zier, kos. E enjte, kungull e shka, vezë. E premte, patëllxhani i zier, mish i lehtë. E shtun, perime të përziera, jo të njëjtat. E diel, ditë e lehtë pa teprime. Rregullat e arta zgjasin jetën. Mos i hani perime të gjalla pas moshës 60. Mos i digjni dhe mos i skuqni. Ndërroni llojet çdo javë. Mos i teproni. Kombinojini gjithmonë me proteina. Mesazhi final. Shumë njerëz
Han perime, por nuk jetojnë më mirë, sepse nuk mjafton çfarë hani ka rëndësi si dhe sa. Nëse i zgjidhni dhe i gatuani drejt, perimet nuk ju shkurtojnë jetën, por ju zgjasin atë me vite.